Mjalti, shëruesi i çdo sëmundje, ja si ta përdorni. Mjalti ka aftësi kuruese dhe dezinfektuese për plagët në lëkurë. Sipas një studimi, mjalti triumfon mbi 7 lloje të ndryshme bakteriesh dhe ndihmon kundër gripit, kundër diarresë dhe qetësimit të stomakut. Është vërtetuar se në 1 kilogram mjalt ka 3150 kalori, kurse gjatë ditës njeriu t'i duhet mesatarisht 2800 deri në 3000 kalori. Ngrënia e rregullt e mjaltit ndihmon në përforcimin e të mbajturit mend. Mjalti largon dhimbjet në sy duke e fërkuar me gishtë të pastër syrin. Nëse mjalti pihet i tretur në ujë të ftohtë, ndihmon kundër kapsllëkut. Nëse mjalti tretet në qumësht të ngrohtë, zhduken parazitet e zorrëve. Mjalti ndërpret dhimbjet e stomakut. Për anemikët, mjalti është një stimulues i rruazave të kuqe të gjakut duke parandaluar anemin.